Për të kuptuar hartën e re amerikane të mesdheut lindor, mos shikoni kufit, shikoni zhvillimet në investime. Investime për gazin, investime për portet e thella, investime për pistat ushtarake, dhe një investim për kablotet të dhënave që kalojnë përgjatë shtratit të detit. Për dekada të tëra, Shtetet e Bashkuara mbështeteshin tek një zhvillues kryesor në këtë rajon, tek Turqia. Por shikoni 3 vitet e fundit. Ukraina është në flak, deti i kuq është i bllokuar, dhe Turqia është bërë përfundimisht karta e egër, teksa ble raketa ruse nga një anë dhe negocion për votat e NATO-s nga ana tjetër, duke kthyer çdo aleancë në një transakcion. Pra, Washingtoni po ndërton në heshtje një sistem të ri operativ, dhe harduer për këtë sistem është Greqia. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me politikën, është një zhvendosje masive e kapitalit. Shtetet e Bashkuara aktualisht po zbatojnë një strategji shumë shtresore për ta transformuar Greqinë në portën e saj kryesore logjistike dhe energjetike për Europën juglindore. Amerikanët po mbrohen nga kaosi në detin e Zi dhe paparashikueshmëria në Ankara, duke vënë bast në stabilitetin e Athina. Nga terminalet lundruese në Aleksandropoli deri te hangarët e gjirit të Sudas dhe korridore digjitale në Kret. Pjesët e kësaj arkitekture tashmë janë duke u hedhur. Në këtë raport, do të injorojmë fjalimet diplomatike dhe do të pasojmë teorinë follow the money. Do të analizojmë saktësisht se si po ndërtohet kjo mbrojtje triliona dollarësh amerikane. Pse u zgjodh Greqia në vend të Turqisë dhe çfarë do të thotë kjo gjeografi e re ekonomike për ekonominë greke gjatë dekadës së ardhshme. Për 70 vjet, harta jugore e NATO-s mbështetej në një supozim të vetëm gjigant. Turqia është artikulacioni ose mentesheja. Planifikuesit e luftës së ftohtë vepronin sipas një logjike binare. Turqia kontrollonte Bosforin, kështu që Washingtoni toleronte pothuajse çdo paqëndrueshmëri të Ankaras. Besonin se nuk kishin alternativë. Madhësia e ushtrisë turke dhe vendodhja e saj e bënin atë shumë të madhe për të dështuar. Por në vitin 2019, modeli nuk u thye thjesht, u shkatërrua. Kur Turqia aktivizoi radarët rusë 400 në territorin e saj, nuk humbi vetëm programin F-35, por e detyroi Pentagonin të ngrinte pyetjen e tmerrshme. Çfarë ndodh nëse thyhet mentesheja? Ky nuk ishte një debat moral për të drejtat e njerëzit apo aleanca. Ishte një vlerësim i ftohtë dhe i ashpër i rrezikut. Një platformë strategjike supozohet të jetë një variabl konstante. Nuk supozohet të zgjohet çdo 6 muaj dhe të rinegociojë besnikërinë e saj bazuar në gjendjen shpirtërore të pallatit presidencial. Më pas, deti i Zi u përfshi nga flakët. Pushtimi i Ukrainës nuk ndryshoi vetëm kufit. Ai theu zinxhirin logjistik. Papritmas, mbështetja vetëm tek Bosfori ishte përveçse e vështirë, e rrezikshme. Alianca kishte nevojë për një korridor vertikal që anashkalonte plotësisht bllokimet turke. Ky është momenti kur Greqia pushoi së qeni vetëm një shtet në vijën e parë. U bë një platformë. Washingtoni filloi ta trajtonte gjeografinë greke si një klasë të unifikuar asetesh. Shikoni kërkesat e raportimit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vitin 2025. Kongresi nuk pyet më vetëm për përmirësime specifike të bazave. Ata po pyesin për kapacitetin e rrjetit, duke ndjekur investimet në Suda, Aleksandropoli, Larisa dhe Stefanovikio, dhe duke i parë si një qark të integruar. Vini re modelin. Shtetet e Bashkuara nuk po ndërtojnë Amerika të vogla gjigante pas stelave me gjemba. Ato po integrohen në infrastrukturën ekzistuese greke, po përmirësojnë portet greke, po zgjerojnë pistat greke dhe po integrohen me qendrat e komandës greke. Logjika është disi brutale, por e thjesht me një emërtim, tepric. Nëse Suda është mburoja për Mesdheun, Aleksandropoli është tubi i frymëmarrjes për Ballkanin. Nëse një çelës fiket nga politika në Ankara, tjetri mbetet i hapur në Athinë. Ky ndryshim është institucionalizuar. Shikoni vetëm formatin 3+1, Greqi-Çipro, Izrael+ SHB. Vetëm në nëntor 2025, ky grup riafirmoi bashkëpunimin jo vetëm në siguri, por edhe në rrjetet e energjisë. Kjo nuk është më një fotografi operative. Është një arkitekturë e përhershme diplomatike e projektuar për të funksionuar pavarësisht Turqisë. Duke ndërtuar këtë tepric metaforikisht dhe jo vetëm, Shtetet e Bashkuara në mënyrë efektive kanë shkurtuar rrezikun e paparashikueshmërisë turke. Ata kanë blerë një policë sigurimi të quajtur Greqi, por ja ku është boshti kyç që shumica e analistëve nuk e vënë re. Kur një superfuqi e kthen një vend në një platformë, ata nuk sjellin vetëm ushtar, sjellin parashikueshmëri dhe në ekonominë globale. Parashikueshmëria është monedha më e vlefshme që ekziston. Një platformë krijon një fushë graviteti. Ajo tërheq kontrata energjie, infrastrukturë digjitale,
Ulprimin e rrezikut për investitorët që e dinë se asetet e tyre ndodhen në një ombrell sigurie të NATO-s. Pra, nëse folëm për arkitekturën, të flasim pak për shpërblimin. Tanket dhe aeroplanët janë vetëm pajisjet. Tani, le të shohim softwarein dhe parat. Energjia është fusha e parë ku ky plan amerikan ndalon së qenë teori dhe fillon të shndërrohet në faturë. Koncepti kryesor është i thjeshtë. Greqia po transformohet në një korridor vertikal. Për dekada, energjia në Europë u zhvendos nga lindja në perëndim. Tani planifikimi amerikan po e detyron atë të zhvendoset nga jugu në veri. LNG-ja amerikane arri me anije në terminalet greke, rigazifikohet dhe pastaj çohet në veri, duke ushqyer Bullgarinë, Rumaninë, Moldavinë dhe më rëndësishmja, rrjetin energjetik ukrainas. Kjo është arsyeja pse infrastruktura ka rëndësi. Shikoni shifrat për të kuptuar më shumë. Terminali Revithusa pranë Athinës ka një kapacitet të qëndrueshëm dërgimi prej afërsisht 5 deri në 6 miliard metra kub në vit. Shtoni njësinë e re të rigazifikimit të magazinimit lundrues në Aleksandropoli, e cila sill në funksion edhe 5.5 miliard metra kub kapacitet të tjerë. Bashkojini këto dhe do të kuptoni që Greqia nuk po importon gaz vetëm për kuzhinat greke. Ajo ka ndërtuar një kapacitet për mbi 10 miliard metra kub, të mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e brendshme, për të vepruar si një valvul shpëtimi për Ballkanin. Dhe kush po e mbush këtë valvul? Në vitin 2024, mbi 70% e LNG-së së shkarkuar në Revithusa erdhi nga Shtetet e Bashkuara. Kjo nuk është një luhatje tregu. Ky është ndryshim strukturor. Kompanitë amerikane kanë gjetur derën e tyre të përhershme të hyrjes në Europën juglindore, dhe kjo derë është Greqia. Dhe tani le t'i hedhim një sy potencialit grek për prodhim. Në këtë pikë duhet të jemi të disiplinuar. Eksplorimi për karburante nuk është nxjerrje. Nuk është ende një depozit bankare. Dhe trilionat e fuqive të naftës janë një titull ende, jo një linjë buxheti. Megjithatë, rezervat janë të pamohueshme. Në nëntor 2025, ExxonMobil, kompania më e madhe e energjisë në perëndim hyri në bllokun 2 në detin Jon, në perëndim të Korfuzit, ndërkohë që eksplorimi vazhdon në ujërat ultra të thella në jug të Kretës. Këto janë baste me cikël të gjatë. Nëse konfirmohet një rezervuar komercial, nuk po flasim për të ardhurat deri në fillim të viteve 2030. Por nëse kjo ndodh, roli i Greqisë ndryshon menjëherë. Ajo ndalon së qeni vetëm një korridor tranziti. Greqia bëhet prodhues. Kjo e zhvendos modelin e të ardhurave nga tarifat e tranzitit, në honorare, taksa dhe rritje industriale në rrjedhën e sipërme. Megjithatë, edhe pa një pikë nafte greke, platformat tashmë po paguan. Aleksandropoli është bërë një qytet i zhvilluar jo me ndonjë magji, por për shkak të logjistikës. Kur lëviz pajisjet e NATO-s dhe gazin global përmes një porti, gjeneron vlerë marramendëse, kontrata riparimi, kamion, siguri dhe tarifa magazinimi. Dhe kështu gjeopolitika shndërrohet në paga dhe të ardhura lokale. Dhe vini re efektin e volantit, rëndësia strategjike sjell stabilitet. Stabiliteti ul rrezikun e perceptuar për vendin. Rreziku i ulët tërheq nivel më të lartë të turizmit. Sipas të dhënave të Bankës së Greqisë, të ardhurat nga udhëtimet nga Shtetet e Bashkuara u rritën në mbi 1,5 miliardë euro kohët e fundit, me mbërritjet e turistëve amerikanë që thyen rekorde vit pas viti. Këta janë vizitorë me shpenzime të larta që vinë sepse është vend ku ndihen të sigurt, i lidhur me perëndimin dhe i parashikueshëm. Pra, shpërblimi për buxhetin grek nuk ka të bëjë vetëm me një tarif tubacioni, ka të bëjë me qëndrueshmërinë. Kur je qendra për gazin amerikan dhe sheshi i lojrave për dollarët amerikan, e izolon ekonominë tënde nga goditjet. Bëhesh më i vështirë për të injoruar, më i vështirë për të kërcënuar dhe shumë më i vështirë për të falimentuar. Për të kuptuar vërtet angazhimin amerikan, mos dëgjoni fjalime politike. Shikoni betonin e hedhur, numëroni pistat, skelat dhe linjat e karburantit. Korniza për këtë u vendos në marrëveshjen e përditësuar të bashkëpunimit të mbrojtjes së ndërsjellëta. Por dokumentet ligjore janë vetëm letër. Ajo që ka rëndësi është se ku shkojnë parat. Filloni me gjirin e Sudhas në Kretë. Gjithmonë ka qenë një qendër, por shikoni aktivitetin në maj 2025. Marina amerikane nuk ankoroi vetëm anijet. Amerikanët dhanë një kontratë për $44 milion për të ndërtuar një qendër të përbashkët të përpunimit të mobilitetit. Ky është një terminal i projektuar për të trajtuar avion mallrash me trup të gjerë dhe mijëra trupa njëkohësisht. Ku ndërtoni infrastrukturë me një objektiv përfundimi në fund të vitit 2027 dhe kontrata shërbimi që shtrihen në vitet 2030. Nuk po merrni me qira një bazë, po ngulni veten në themelet e shkëmbit. Më pas lëvizim në veri në Aleksandropoli. Port këtu nuk është më një opsion dytësor.
është prototipi i hartës së re të logjistikës së NATO-s. Gjatë gjithë majit dhe qershorit 2025, gjatë ushtrimeve Defender 25, ky port ishte mushkëria kryesore për lëvizjen e armaturës së rëndë drejt Bullgarisë dhe Rumanisë, duke anashkaluar plotësisht ngushtica turke. Sapo një port bëhet thelbësor për logjistikën e parandalimit, ai bëhet politikisht i paprekshëm. Në ajër, ndryshimi është edhe më i përhershëm. Fokusi është Andravidha. Kjo nuk është më vetëm një bazë ajrore, po bëhet një nyje digjitale. Në korrik 2024, Greqia nënshkroi zyrtarisht letrën e ofertës dhe pranimit për 20 F-35. Dorëzimet fillojnë në vitin 2028. Pse ka rëndësi kjo? Sepse F-35 nuk është vetëm një avion reaktiv, është një qendër të dhënash fluturuese. Integrimi i tij kërkon përmirësime masive në sigurinë e bazës, fibrat optike dhe hangarët e mirëmbajtjes. Dhe pasi instalohet kjo infrastrukturë klasifikuar, nuk mund ta shkpusni lehtë, pasi është kthyer në kyç i forcave ajrore greke, brenda të njëjtit sistem operativ me forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara për 40 vitet e ardhshme. Sa më sipër pashmangshmërisht na çon tek industria. Shikoni kantieret detare të Elefsinës. Korporata e financimit të zhvillimit të Shteteve të Bashkuara DFC nuk ofroi vetëm një kredi për $125 milion për të modernizuar objektin për bamirësi. Kjo është politikë strategjike industriale e Amerikës dhe Washingtoni e kupton se nëse anijet e tij operojnë në mesdhon lindor, ato kanë nevojë për një mekanik aty pranë të cilit i besojnë. Kantieret moderne detare nënkuptojnë që riparimet të ndodhin në Greqi. Vlera të mbetet në Greqi dhe njohuritë teknike zgjerohen në Greqi. Lidhni këto pika apo lokacione. Sudha thellësi detare, Aleksandropoli, bypass logjistik, Andravidha, domini majror, Elefsina, riparim industrial. Greqia nuk po blen vetëm armë. Ajo po strehon ekosistemin që mbështet fuqinë perëndimore në meste. Ja dhe realiteti i gjurmës së parave. Buxhetet ndryshojnë, presidentët ndryshojnë, por infrastruktura mbetet. Pasi derë dhe betoni, alianca bëhet fizike, e njëtrajtshme, solide. Ka edhe diçka tjetër të rëndësishme. Janë bazat dhe tubacionet. Por ka një aset të padukshëm që është edhe më i vlefshëm në planin afatgjat, që është e vetmja gjë të cilën nuk mund ta blini, por duhet ta përftoni. Luftërat na tregojnë se ku mund të luftojë një vend, kurse kabllot dhe gigavatët na tregojnë se ku mund të fitojë një vend. Në lojën e gjatë të Washingtonit, Greqia nuk është më vetëm një shtet në vijën e parë, por po bëhet një nyje sigurt europiane, një nyje ku standardet, kapitali dhe teknologjia amerikane mund të kyçen për dekada. Nën det, mesdheu lindor po mbushet me kabllot të reja me fibra optike. Harta tregon historinë. Rrugët globale të dhënave janë të dëshpëruara për të anashkaluar zonat e paqëndrueshme. Ato kanë nevojë për territorin e BE-s dhe kanë nevojë për stabilitet. Projekte si sistemi kabllor Meduza nuk janë vetëm tela. Ato janë ekuivalenti digjitali korsive të transportit detar, duke cimentuar Greqinë dhe Çipron si portën kryesore të dhënave për të gjithë rajonin. Në tokë, sinjali është edhe më i fortë. Në vitin 2020, Microsoft njoftoi iniciativën e saj GR4 Growth, duke planifikuar një rajon masiv të qendrave të dhënave në Athinë. Cilado qoftë politika, duhet ta kuptoni se çfarë do të thotë kjo. Kapitali triliona dollarësh e uren rrezikun rregullator. Ku një gjigant si Microsoft ngre një flamur, kjo është vota përfundimtare e besimit, i thot tregut global. Ne i besojmë këtij juridiksioni, pra juridiksionit grek. Pastaj vjen tranzicioni energjetik. Këtu takohet financimi europian me strategjinë amerikane. Plani i rimëkëmbjes dhe rezistencës së Greqisë kanalizon mbi 30 miliard euro në grante dhe kredi. Këto para synojnë përmirësime specifike në rrjete, digitalizim dhe energji më të pastër. Shkalla është tashmë mbreslënëse. Deri në fund të vitit 2024, Greqia kishte instaluar afërsisht 9.6 gigavat energji diellore fotovoltaike dhe 5.35 gigavat energji ere. Këto janë 15 gigavat kapacitet para se të numërohen digat hidroelektrike. Problemi nuk është më dielli apo era. Është rrjeti dhe pikërisht aty po shkon vala tjetër e parave të zgjuara. Në magazinim, ndërlidhje dhe transmetim me tension të lartë. Së fundmi, ekziston graviteti financiar. Pas viteve të krizës, investimet e huaja direkte janë rikthyer në val, duke arritur 8 miliard euro në vitin 2022 dhe duke mbetur të forta gjatë viteve 2023 dhe 2024. Dhe mos e nënvlerësoni kapitalin e butë të turizmit. Kur kombinoni një ombrell sigurie të NATO-s me fluturime direkte nga New York dhe Chicago, merrni kërkesë që është e paprekshme. Ky është kapital pa fabrik. Janë para të gatshme që rrjedhin direkt në ekonomitë e ishujve.
tragetet dhe bizneset familjare. Ato krijojnë një bazë pasurie që është tepër e vështirë për t'u sankcionuar ose bllokuar. Pra, bëni një hap prapa dhe shikoni gjithë dizajnin. Siguria krijon parashikueshmëri. Parashikueshmëria tërheq energjinë dhe logjistikën. Logjistika tërheq infrastrukturën digjitale. Dhe infrastruktura ankoron kapitalin global. Ky kombinim krijon vlerë në shkallë trilioni me kalimin e kohës. Jo si një çek i vetëm, por si një lumë rrjedhash që kalon nëpër territorin grek për 50 vitet e ardhshme. Konkluzion. Në fund të fundit, basti $1 trilion i Amerikës është një zgjedhje midis dy modeleve operative në të njëjtën lagje të brisht. Nga njëra anë, keni Turqinë, një fuqi e madhe me peshë strategjike të pamohueshme, por edhe një partner që e sheh paparashikueshmërinë si levë, duke negociuar fort, duke ndryshuar aleanca dhe shpesh duke habitur aleatët e vet nga ana tjetër. Keni Greqinë, politikisht të qëndrueshme, të ankoruar a thellë brenda NATO-s dhe BE-s dhe të gatshme të strukturojnë bashkëpunimin përmes traktateve afatgjata që nuk hidhen në erë me çdo cikël zgjedhor. Washingtoni nuk po e braktis Turqinë, të themi. Gjeopolitika rrallë merret me gjëra absolute, por po ndërton në mënyrë agresive një shtyllë të dytë. Amerika po siguron që mesdheu lindor të mos mbahet peng nga luhatjet e humorit të një aktori të vetëm që quhet Turqi apo Erdogan. Për Greqinë, mundësia është historike, por nuk është automatike. Të jesh një vend platform është e rrezikshme. Mund të bëhesh lehtësisht një zonë tranziti ku rrjedh gazi. Trupat rrotullohen dhe vlera ikën diku tjetër. Dallimi qëndron në strategjinë kombëtare. Kërkon infrastrukturë që ushqen industrinë vendase, jo vetëm logjistikën e huaj. Kërkon kontrata që transferojnë teknologji, jo vetëm pajisje të importuara. Dhe kërkon politika që shndërrojnë stabilitetin në një levë diplomatike të përhershme. Pra, pyetja e vërtet nuk është nëse Amerika po vë bast te Greqia. Hartat dhe parat vërtetojnë se po. Pyetja është nëse Greqia do ta shndërrojë atë bast në fuqi kombëtare të qëndrueshme dhe prosperitet të matshëm për popullin e saj. Të gjitha gjasat thonë se po, kjo do të ndodhë. Jam mjaftueshëm nuhuatës, inteligjent dhe pragmatist grekët, po aq edhe filozof dhe diplomat, për të veshur gjithçka me më të mirën që duhet të shfaqë një partner drejt superfuqisë. Epokë e re. Vitet që vinë ndryshojnë raportet dhe balancat. Greqia shumë shpejt do të jetë sërish ekonomikisht me si i dheut. Mast Channel. Please subscribe.